Ebu Hurajri ankohet pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i thotë që i dërguari i Allahut nuk memorizoi mjaftueshëm. Profeti alayhi salatu wasalam thotë u lut për të. Ka një transmetim që thotë që ja fërkoi kraharorin, një transmetim tjetër thotë që e shtrëngoi fort i dërguari i Zotit, u lut për të dhe tha: "Mbaj mend tani e tutja e Ebu Hurajri", dhe thotë Ebu Hurajri nga ajo ditë çdo gjë që kam dëgjuar, pra jo vetëm fjalët e profetit alayhi salatu wasalam, por çdo gjë që kam dëgjuar dhe përjetuar nuk i kam harruar më. Pra, Ebu Hurajri konsiderohet në vetvete një mrekulli nga mrekullitë profetike, nga mrekullitë e profetit alayhi salatu wasalam. Dhe kur e kanë pyetur Ebu Hurajrin se si ka mundësi që ti je transmetues kaq i madh i fjalëve të profetit, pra ai është numri 1 në mesin e 7 transmetuesve më të mëdhej të haditheve të profetit alayhi salatu wasalam, ka thënë sepse kishte prej tyre që me profetin alayhi salatu wasalam shoqërohenin në kohë të caktuar, të kufizuar për vetë efektin e jetës. Ndërkohë që unë isha vazhdimisht me të dërguarin e Zotit, unë e shoqëroja për të mbushur dhe barkun. Për të mbushur barkun ka prej tyre të cilët e kanë akuzuar Ebu Hurajrin radhiyallahu anhu se si mund të shoqërohet dikush me të dërguarin e Zotit për të mbushur barkun. Kur ka thënë për të mbushur barkun, jo se Ebu Hurajri ishte i pangopur tek fisi i tij Beni Daus. Përkundrazi ishte një ndër fiset më të mëdha, fisi Daus, por ka qenë një ndër fiset që kanë shkuar tek profeti alayhi salatu wasalam 70 shtëpi duke deklaruar Islamin, por duke qenë se braktisën vendlindjen e tyre, braktisën gjithçka dhe shkuan në Medinë me duart në xhepa, pra nuk kishin asgjë. Nga ky çast pra Ebu Hurajri po na tregon që ka përjetuar ai shumë varfëri sa isha i lirë, pra po të thotë që isha vazhdimisht i lirë dhe i disponueshëm, pra edhe kam sakrifikuar, sepse kjo është sakrificë në vetvete, kam sakrifikuar aq sa jam shoqëruar me dërguarin e Zotit, domethënë vazhdimisht. Profeti alayhi salam kishte një vlerësim jashtëzakonisht madh për sahabiun e nderuar Ebu Hurajrin radhiyallahu anhu, dhe ai ka përjetuar dhe shumë mrekulli të profetit alayhi salatu wasalam, ku një ndër to është dhe ajo që njihet ndryshe si torba e hurmave. Çfarë është torba e hurmave? Torba e hurmave është, po e quajmë ndryshe, një trast me hurma që profeti alayhi salatu wasalam i ia jep Ebu Hurajres radhiyallahu anhu dhe thotë: "Të dhash Zoti bereqet në to Ebu Hurajra." Sado që të jetë kjo torba e hurmave, pra 10 ose 15 kg, po edhe sikur të jetë 50, po edhe sikur të jetë 100 kg, a do të mjaftojë vallë që ne të ushqehemi ndër vite me të? Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu: "Konsumova prej saj ose ushqeva prej saj, pra merja dhe haja hurma prej saj, sa ishte gjallë profeti alayhi salam. Konsumova në gjithë periudhën e Ebu Bekrit 2 vite e gjysmë, në periudhën e Umerit 10 vite, 12 e gjysmë, dhe në periudhën e Uthmanit radhiyallahu anhu 12 vite e gjysmë, pra mbi 25 vite." Dhe Ebu Hurajri, i cili thotë se unë konsumoja prej saj, dhe kur u vra Uthmani, thotë radhiyallahu anhu, kur u vra Uthmani radhiyallahu anhu, filloi të paksohet kjo traz dhe aty kuptova se tani e tutje bereqeti në ummetin e profetit alayhi salatu wasalam do të jetë në rënje.